Dhe dua të them shumë qartë në fillim se nuk ka ekzistuar ndonjë NKP në të cilin ishte përfshirë zoti Selimi apo të bashkakuzuarit e tij në asnjë moment të periudhës së akuzës. Kjo është kështu, ka qenë dhe mbetet, dhe ky është qëndrimi kryesor parsor i mbrojtjes. Në mungesë të ndërmarrjes kriminale të përbashkët, nuk mund të ketë përgjegjësi për zotin Selimi për kryer të krimeve përmes kësaj forme të përgjegjësisë. Dhe themi se për arsye të ndryshme, por kryesisht pretendimi i ZPS-s për ndërmarrje kriminale të përbashkët është i mangët në logjik dhe i mangët në prova. Dëshpërimi i ZPS-s për të gjetur me mos lidhje mes këtyre personave, antarëve të NKP-s, në fakt është mbështetur vetëm në faktorë relevant. Një emër që përmend është Adem Jashari, i cili ka qenë shumë i përmendur në këtë çështje gjyqësore. Është përmendur si një person që ka marrë pjesë në luftimet e Prekazit në 1998-ën, në fillim të marsit të 1998-ës, nga prokuroria, e keni këtë në dosjen e prokurorisë, në paragrafin 1333, ku në fakt anashkalojnë komplet masakrën që i ka ndodhur kësaj familje. Provat nuk mbështesin konstatimin e saj në një mënyrë apo në tjetër, ka pranuar apo është marrëveshur, ka për marrëveshje të madhe të ushtrojë kontroll në gjithë Kosovën. Tani me gjithë atë për të cilën ju në dijeni, duke qenë i përfshirë në luftë për shumë vite përpara periudhës së akuzës si pjesë e lëvizjeve forcave guerrile klandestine, motivimet e tij nuk ishin për marrja pushteti personal, motivimet e tij ishin thjesht lirimi i popullit të tij. Ai asnjëherë nuk ka kërkuar që të emërohet në pozita autoriteti, asnjë provë nuk sugjeron se ai ka kërkuar të emërohet si inspektor i përgjithshëm apo ministër i rendit publik. Kur qeveria përkohshme pushoi së funksionuari në fund të 99-s, ai nuk kërkoi pushtet politik, u bë komandant i Akademisë së Mbrojtjes dhe komandant i forcave trajnimeve në TMK. Ai nuk sepse këto fakte janë nuk përputhen me këmbguljen çore dhe të pafund të pushtetit që prokuria pretendon dhe doron të atribuojë atij, se nuk arriti të individualizojë veprimet e zotit Selimi apo të ndonjë tjetër të akuzuarit. Kjo vërtetohet në të paktën 3 mënyra të ndryshme. Së pari, komunikatat mbi të cilat prokuria mbështetet gjërësisht. Asnjë dëshmi e mbështetshme apo e verifikueshme nuk është paraqitur lidhur me faktin se kush i shkruajti këto komunikata. Antari i shtabit të përgjithshëm, asnjë antar i shtabit të përgjithshëm nuk konfirmoi se aty ka patur diskutime lidhur me këto komunikata. Asnjë shënim takimesh të shtabit të përgjithshëm nuk përmend këto diskutime, thjesht nuk ka bazë për të atribuar përgjegjësinë gjithë të akuzuarve lidhur me këto.